Në këtë rrëmujën e përditshme mes lajmeve pafund dhe zhurmës së vazhdueshme, shpesh na lind një pyetje e brendshme: sa vlen zëri im? A mund të bëj unë ndonjë ndryshim? Sot do marrim një moment për të eksploruar pikërisht këtë. Do të flasim për atë që mund ta quajmë arkitektura e veprimit personal, për mënyrën se si zgjedhjet tona, sado të vogla, ndërtojnë në heshtje botën tonë dhe atë përreth. Dhe kjo, në fakt, na sjell drejtë në zemër të çështjes. Pushojmë probleme kaq të mëdha, ndryshime globale, padrejtësi të thella, është krejt e natyrshme të pyesim veten: a ka vërtet rëndësia një që bëj unë, një person i vetëm? A është veprimi im thjesht një pikë ujë në oqean? Kjo nuk është thjesht një pyetje për t'u hedhur në erë, është një kërkim thelbësor për kuptim në kohët ku jetojmë. Le të fillojmë duke pranuar diçka shumë njerëzore, ndjenjen e pafuqisë. Atë ndjesinë se jemi thjesht një grimc përballë një universi të tërë problemesh, të paaft për të ndryshuar rrjedhën e gjërave. Dhe kjo dua ta theksoj nuk është shenjë dobësie, jo, është një përgjigje krejt normale ndaj përmasave të botës sonë sot. Kjo ndjenjë nuk lind nga hiçi. Ajo ushqehet çdo ditë. Flasim për ndryshimet klimatike që kërcënojnë të ardhmen, për konflikte që shkaktojnë vuajtje të pafundme, për pabarazim që sa vjen e thellohet, dhe mbi të gjitha, një ndjesi se institucionet, të cilave supozohet të besojmë, shpesh na lënë në baltë. E gjithë kjo e bën përpjekjen individuale të duket, le ta themi troç, e kotë. Dhe kur kjo barë bëhet shumë e rëndë, çfarë ndodh zakonisht? Shpesh, reagimi merr dy forma. Ose tërhiqemi, mbyllemi në guazkën tonë duke thënë kjo është shumë më e madhe se unë, nuk kam ç'të bëj, ose bëhemi cinik, duke veshur një mburoj e duke thënë se asgjë s'ka për të ndryshuar kurrë, se çdo përpjekje është naive. Të dyja janë mënyra për të mbrojtur nga dhimbja e pafuqisë. Por, a është ky fundi i historisë? Jo, as pak. Tani, le ta ndrysojmë pak këndvështrimin. Historia, në fakt, na tregon një rrëfim tjetër. Një rrëfim ku individi nuk është në periferi, por pikërisht në qendër të çdo transformimi të madh. Dhe kjo nuk është thjesht një mendim pozitiv, është një fakt i mënyrës se si ndryshimi ka ndodhur gjithmonë. Këtu fshihet një e vërtetë e madhe. Mendoni pak. Lëvizjet më të rëndësishme në histori, ato për liri, për të drejta, nuk kanë filluar nga zyrat e qeverive. Jo. Kanë filluar me një bisedë, me një akt të vogël guximi, me një vendim personal për të mos e pranuar më një padrejtësi. Gjithçka ka filluar nga brenda, nga ndërgjegjja e njerëzve të thjeshtë, që vendosën se një botë tjetër ishte e mundur. E si funksionon ky proces? Nuk është se të shtypësh një buton, është më shumë si një evolucion. Së pari, diçka zhvendoset brenda nesh, ndryshon mënyra si e shohim botën dhe rolin ton në të. Ky ndryshim qëndrimi pastaj reflektohet në veprimet tona të vogla të përditshme. Dhe kur këto sjellje të lindura nga e njëjta bindje fillojnë të bëhen bashkë, ato gradualisht e ndryshojnë vetë strukturën e jetës sonë të përbashkët. Kjo na çon te një koncept kyç, një fjalë që e përdorim shpesh, por ndoshta pa e kuptuar plotësisht fuqinë e saj: shpresa. Por kujdes, këtu nuk po flasim për atë shpresën pasive, ato optimizmin e vakët se gjërat do bëhen mirë. Po flasim për diçka shumë më të fortë, më të qëllimshme. Po flasim për shpresën si veprim. Le ta përkufizojmë pak më qartë. Shpresa aktive nuk është besimi se me siguri do fitojmë. Jo, është bindja e thellë se ajo që bëjmë ka vlerë, pavarësisht rezultatit final. Është vendimi për të vepruar në përputhje me vlerat tona, jo sepse suksesi është i garantuar, por sepse vetë veprimi është shprehja më e lartë e dinjitetit tonë. Dallimi këtu është thelbësor. Shpresa pasive pret që dikush tjetër ta ndez dritën. Shpresa aktive vendos të bëhet vetë drita në errësirë, sado vogël të jetë ajo. E para është një ndjenje që varet nga rrethanat, ndërsa e dyta është një zgjedhje, një qëndrim i brendshëm që nuk pret leje nga bota për të bërë atë që është e drejtë. Po në jetën e përditshme, si duket kjo? Manifestohet në mënyra shumë të thjeshta por të fuqishme, tek një sjellje etike ndërgjegjshme, kur bëjmë gjën e duhur edhe kur s'na sheh njeri. Tek shërbimi ndaj të tjerëve, kur jemi të vëmendshëm ndaj nevojave të atyre pranë nesh, apo tek angazhimi për drejtsinë e vendimeve tona të vogla. Këto nuk janë thjesht veprime, janë shpresa e bërë e prekshme. Dhe ashtu siç riformuluam shpresën, duhet të bëjmë të njëjtën gjë me një fjalë tjetër që shpesh na rëndon: përgjegjësia. Zakonisht e mendojmë si një peshë që duhet ta mbajmë vetëm, po sikur ta shihnim ndryshe, jo si barr, por si lidhja. Kjo është një keq kuptim totalisht shkatrues. Të jesh i përgjegjësh nuk do të thotë të zgjidhësh çdo problem të botës. Kjo është e pamundur dhe thjesht na dërmon. Askush, absolutisht askush, nuk mund ta mbajë vetëm peshën e gjithë botës mbi supe. Përgjegjësia e vërtet, ajo që na jep fuqi, është i ndërlidhur. Ajo lind kur kuptojmë se jemi të gjithë pjesë e një rrjeti të madh. Roli ynë
nuk është të bëjmë gjithçka, por të bëjmë me ndërgjegje dhe integritet pjesën tonë. Të kujdesemi për atë cep të vogël të botës që kemi mundësi ta ndikojmë: familjen, komunitetin, vendin e punës. Dhe këtu ndodh diçka pothuajse magjike. Kur veprimet tona të vogla, por të bëra me integritet, përputhen me veprimet e të tjerëve që ndajnë të njëjtat vlera, ato nuk mbeten më të izoluara. Ato grumbullohen, krijojnë një forcë si përrenjë të vegjël që bashkohen dhe formojnë një lum. Dhe me kalimin e kohës, ai lum mund të ndryshojë të gjithë peizazhin. Kështu dal nga dal po arrim në fund. Dhe gjithë kjo nuk është një manual me udhëzime se si të ndreqim botën. Është diçka shumë më e thjeshtë dhe më e thellë se kaq. Është një ftesë për të ndryshuar mënyrën se si e shohim veten dhe rolin tonë në këtë histori të përbashkët. Jetojmë në një kohë tranzicioni të thellë, ku gjërat e vjetra po lëkunden dhe e ardhmja është ende e pashkruar. Dhe një botë e tillë nuk ka nevojë për spektator pasiv apo kritik cinik. Ajo ka nevojë urgjente për pjesëmarrës aktiv, për njerëz të vëmendshëm, të informuar dhe të ankoruar në vlera morale të forta, sepse progresi nuk do vi vetëm nga lart, do varet nga cilësia e pjesëmarrjes sonë, të gjithëve ne. Dhe kjo është ftesa thelbësore, të bëjmë atë zhvendosjen e vogël, por të jashtëzakonshme, të brendshme, nga identiteti i një spektatori që thjesht shikon historinë të ndodh tek ai një kontribuesi, një bashkëndërtues i asaj bote që përmes çdo veprimi dhe mosveprimit ton po merr formë çdo ditë, ngadalë por pa u ndalur. Dhe kështu mbyllemi me një pyetje. Jo për të na gjykuar, por për të na shërbyer si busull. Me zgjedhjet tona të përditshme, me fjalët që themi, me heshtet që mbajmë, me veprimet tona të vogla, çfarë lloj bote po ndihmon secili prej nesh që të lindë? Përgjigjja nuk është e lehtë, por vetë pyetja, kur e bëjmë me sinqeritet, është fillimi i gjithçkaje.